tema e lidhjes sot të drejt për drejt do të jetë eklipsi i diellit, i cili është në datën 29 mars. Pikimi i eklipsit fillon shumë herë më përpara dhe është shumë i fuqishëm mbi të gjitha. Do të kemi mundësi që të marrim masa ose në disa raste mundet e ta përdorim në avantazhin tonë. Prandaj mendova që ky ishte një periudhë e domosdoshme që të kishim të gjithë në dorë që të mund ta përdorim, pra pikërisht ose të marrim masa ose në disa raste dhe për të avancuar, për të arritur edhe potencialin tonë të vërtet, por ashtu edhe për të arritur qëllimet tona. Jemi aktualisht në retrogradën e 3 planeteve personal, ose më themi 2 janë në retrograd, njëri është në periudhën e hijes, por që është vërtet shumë i fuqishëm. E thash edhe herën e kaluar tek lidhja drejt për drejt që ishte në lidhje me eklipsin e hënës, ndërkohë që ky është një eklips i diellit dhe të them të vërtetën, duke qenë se është tek shenja e Dashit, është vërtet shumë i fuqishëm. Jemi futur në një fazë shumë vendimtare në periudhën ku jetojmë, jemi vërtet edhe me fat, dhe që jemi dëshmitar të kësaj periudhe, por në të njëjtën kohë nuk e mohojmë dot edhe faktin, ose të paktën nuk e mohoj dot faktin që është një periudhë vërtet shumë e lodhshme, sepse është shumë e ngjeshur dhe përballemi çdo ditë me sfida të reja.